Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, doli përballë mediave për të folur, për të dhënë detaje për operacionin që e konsideroi më i rëndësishmi dhe më spektakolar i historisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës që nga lufta e dytë botërore. Operacionin ushtarak dhe ligjor për marrjen, nxjerrjen nga Venezuela dhe vendosjen përpara drejtësisë të presidentit Venezuelës Maduro, i cili akuzohej nga prokuroria e New Yorkut dhe pritet dalë përpara një gjykate në New York për mbështetje të narkotrafikut, pra mbështetje të trafikantëve të cilët eksportonin drogë nga Amerika Latine drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Marrja e Maduros, kalimi i tij nga Venezuela drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës është absolutisht një operacion spektakolar, por njëkohësisht që hap një sër ndryshimesh në gjeopolitikën e Amerikës së Jugut. E para fare, i gjithë operacioni duket realisht spektakolar dhe presidenti Donald Trump nuk duket se ka egzagjerime në këtë drejtim. Edhe pse Trump vazhdimisht ka dëshirën që aksionet që ai kanë marrë gjatë presidencës tij të quajë ndër më të suksesshmet, absolutisht. Aksioni i fundit i forcave ushtarake dhe shërbimeve sekrete amerikane është spektakolar. Pak orë më parë, zëvendës presidentja e Venezuelës deklaroi që nuk dinin asgjë se ku ndodhej presidenti Maduro, sepse për arsye sigurie, asnjë nga zyrtarët e lartë të shtetit të Venezuelës nuk kishte dieni ku flinte, ku qëndronte dhe kush e mbronte atë. Por ndërkohë që zëvendës presidentja dhe strukturat e shtetit të Venezuelës nuk e dinin çfarë ndodhte me presidentin e tyre, Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç deklaroi një nga oficerët e sigurisë, kishin muaj që dinin me detaj gjithçka që ndodhte me presidentin e Venezuelës. Ku qëndronte, kë takonte, me çfarë ushqehej, si lëvizte, kush ishin vendet e tij të sigurisë dhe kush ishte personeli rreth tij. Është befasuese se si ekipi amerikan deri tani pretendohet që është një njësi elite Delta Force, e cila është marrë edhe në raste të tjera me kapjen dhe transferimin e personazheve shumë të kërkuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka arritur të hyjë në dhomën e tij të gjumit në 47 sekonda, siç deklaroi një prej zyrtarëve ushtarak amerikan, për të marrë atë dhe bashkëshorten. Në një farë mënyre, presidenti i Venezuelës, prej 28 milion banorësh, i cili qëndron në pushtet prej më shumë se sa 13 vitesh, i cili ka përzën nga Venezuela më shumë se sa 7 milion qytetarë të shtetit të tij. Pra në shtetas të tij u mor pa arritur të veshi pantallonat nga dhoma e tij e gjumit për të dërguar përpara drejtësisë amerikane. Një filmim i Reuterit tregon helikopterët të cilët transferojnë Maduron mbi Caracas, kryeqytetin e Venezuelës, dhe më pas e çojnë atë në USS Iwo Jima, një aeroplanbajtëse amerikane e cila mban emrin e njërës prej betejave më të famshme të historisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën e dytë botërore. Fotoja është përndar po nga Trump e tregon Maduron të lidhur brenda helikopterit me tuta dhe me një palësyze të errta për të mos lejuar, pra të shohë se për ku po transferohet. Operacioni vërtet ishte spektakolar, sipas të dhënave nuk ka pasur asnjë amerikan të lënduar, asnjë pajisje amerikane të mbetur në duart e kundërshtarëve tyre dhe ka pasur vetëm një shkëmbim zjarri me rojet e sigurisë që kanë qelluar momentin e fundit. Është e pabesueshme si amerikanët kanë arritur të depërtojnë në dhomën e gjumit të presidentit Venezuelës, ndërkohë që ai mbroi përveç gardës dhe ekipeve të sigurisë dhe nga një ekip special i sigurisë nga Kuba, tek të cilët presidenti Maduro dukej se kishte besimin maksimal. Madje kanë qenë kubanezët dhe forcat e sigurisë kubaneze, ato që përdorën tanket për të shtypur qytetarët e Venezuelës në protestat e vitit 2014, në ato të vitit 2017 dhe akoma më tutje në ato të vitit 2019. Historia e Venezuelës dhe historia e Maduros është një histori në fakt që nuk fillon sot, është një histori që fillon thuajse 27 vjet më parë. Venezuela ishte një prej vendeve më të zhvilluara të Amerikës Latine. Ishte vendi që ka lindur Simón de Bolívarin. Simón Bolívari ishte ai që mund të konsiderohet çliruesi i Amerikës Latine. Por në atë kohë, Bolívari, i cili synonte të krijonte një shtet hispanik të Amerikës Latine, pra të gjitha kolonitë spanjolle së bashku, arriti të krijojë vetëm një shtet të Grand Colombias, për arsye se Argentina, Chile dhe disa prej shteteve tjera u shkëputën, Paraguay. Ai krijoi një shtet ku përfshihej Venezuela, Kolumbia, Panamaja dhe Ekuadori, që u quajt Grand Colombia. Simón Bolívari qëndronte në Caracas në Venezuelë, prej nga, sikur se thash, ai nisi një prej revolucioneve më të rëndësishme
të shpalljes pavarësisë të Amerikës Latine. Vetë pavarësia e Venezuelës u shpall në vitin 1811. Por Bolivari nuk arriti të menaxhonte interesat e biznesmenëve të mëdhej lokal ose landlordëve lokal të Amerikës Latine, të cilët e copëzuan atë që mund të konsiderojë një shtet hispanik i Amerikës Latine. Gjithsesi, Venezuela e ruan pavarësinë e saj që prej thuajse 215 vjetësh tani, që prej vitit 1811. Ajo ka 28 milion banorë, ose më saktë kishte 28 milion banorë dhe ishte një prej shteteve më të zhvilluara të Amerikës Latine, falë rezervave të jashtëzakonshme të naftës. Por duket se problematika që vinte me korrupsionin e qeverisë dhe me premtimet shumë po e quaj të egzageruara të një oficeri majtist, i cili Chavez, i cili tentoi një grup shteti në vitin 1992, nuk arriti, u burgos, po më pas u fal nga presidenti i Venezuelës, quan një fitore po të Chavezit dhe mbështetësve të tij në vitin 1998 dhe ardhjen e tij në pushtet në fillim të shkurtit vitit 1999. Chavez e drejtoi Venezuelën me një politikë majtiste, me një raport shumë të mirë me Kubën, me një konflikt vazhdueshëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje edhe me Spanjën. Ai qëndroi në pushtet deri në vitin 2013 kur ndroi jetë nga shkaqe natyrale. Po atë vit, Maduro, një prej dishepujve të tij, një ish shofer autobusi në periferitë e Caracasit dhe një lider i sindikatave, u bë president i vendit. Ai kishte shërbyer edhe si ministri i jashtëm nën Chavezin dhe ishte i njëjti format dhe i njëjti formim si Chavez. Maduro nuk ndryshoi asgjë në politikat e Chavezit, ai vazhdoi të ishte në një farë mënyre po aq agresiv me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe refuzoi çdo lloj raporti normal. Në vitet e fundit, dhe së mos në muajt e fundit, konflikti i tij me presidentin Trump u bë më i mpret për arsye se Trump akuzonte atë për mbështetjen ndaj narkotrafikantëve të Amerikës Jugut. Duket se pikërisht në këto muaj tensioni, diplomacia amerikane, siç tha Marco Rubio, tentoi të jepte atij disa oferta për t'u larguar nga Venezuela. Madje konkurrentja e tij kryesore, Maria Corina Machado, mori çmimin Nobel për paqen në vitin 2025, duke stimuluar forcat demokratike në Venezuelë, që sikur se thash, në protestat e vitit 2014, 2017, 2019 u shtypën me tanke në rrugë, pra qytetarët u shtypën me tanke në rrugë. Maduro tentoi ta kthente pra gjithë situatën ridikuloze, ai filloi të kishte sjellje të çuditshme, shpati një në rrjetet sociale dhe në televizion, herë duke kërcyer, herë duke u tallur, herë me një shpatë, herë me një thik, e herë me një tuf lulesh në qafë, por një gjë ishte e sigurt, fati i tij ishte përcaktuar. Maduro nuk arriti të ishte aq inteligjent sa të gjente një rrugë dalje, sidomos pas një oferte dhënë nga Lukashenko për të strehuar në Bielorusi, por vendosi të qëndronte pa besuar kurrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ndërmerrnin një aksion kundër tij. Në fakt, më shumë se një aksion kundër Venezuelës, ata ndërmorën një aksion ndaj një personi që kishte një akuzë konkrete juridike në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sot Nicolas Maduro pritet së bashku me bashkëshorten e tij të vendoset përpara drejtësisë amerikane. Një aksion spektakolar që pritet të hapë rrugën e demokracisë në Venezuelë.